Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Live. Vazhdojmë me maratonën e prezantimit kandidatëve për deputet për zgjedhjet 11 majit 2025. Sot kemi të ftuar në flasim hapur kandidatin e koalicionit Euroatlantik, zoti Joni, si të njohim, Myshketa. Faleminderit që jeni në flasim hapur, zoti Myshketa. Faleminderit Bled, gjithmonë kënaqësi të jem në biseda me ty, një person që të vlerësoj maksimalisht. Faleminderit për këtë, zoti Myshketa. Me që më vlerësoni, unë vlerësoj edhe mbi emrin tuaj në radhë të parë. Si rrjedhor jeni edhe ju sot. Në emër ti, emri të madh që është Myshketa, familja Myshketa në Durrës. Dhe nëse më lejon Joni, përse Jonuz? Sepse je i ri për të patur këtë emër, kështu që unë e di pak a shumë, por dua që banorët e Durrësit ta dinë këtë. Përse Jonuz? Atëherë Bled, ka një histori shumë interesante në lidhje me emrin tim. Emri Jonuz është një trashëgimi shumë e rëndësishme për mua. Madje mund të them që është dhe një peshë të cilën deri sot e kam mbajtur mjaft mirë. Dhe ky konstatimi im vjen pas feedbackut që marr nga miqt, shokët, familjarët. Pse Jonuz? Jonuz ishte im gjysh. Një person me vlera të rralla, një person qytetar, një tregtar ose një biznesmen si quhet sot, por fjala e duhur në kohë ka qenë tregtar, një familjar shumë i mirë dhe një person që emrin e familjes e dërgoi në nivele të larta të shoqërisë së kohës. I madhe kishte shumë për zemër që një nga djemtë e tij dhe djali i parë të trashëgonte emrin e babait të tij, gjyshit tim, Jonuz Myshketa. Do t'rregoj një anekdotë shumë të vogël sepse vetë ju e thatë që jeni shumë i ri për emrin Jonuz. Në fëmijërinë time të hershme e kam pasur dikur dhe kompleks. Biles madje dikush kur donte të më ofendonte në ato lojra që bënim ne hapa dollapa, ngriva shkriva, me top etj, kur u mërziste se humte lojën kundërshtari, ikte me vrap dhe thonte o Jonuz. O Jonuz, po. Pra diçka që mua në atë kohë më tingëllonte jo keq dhe shkoja dhe ankohesha në shtëpi për këtë pjesë. Por duke kaluar vitet kam kuptuar që është një emër që është trashëgimi për mua, por dhe rëndësi që të ruaj nivelin e atij emri edhe këtij mbiemrit familjes sime. Që është një mbiemër të respektuar në qytetin e Durrësit. Familja Myshketa është respektuar, është autoktone dhe me ndikim të madh në gjitha sferat. Edhe ju, pasardhësit, keni dalë në gjitha sferat e jetës, keni dalë të suksesshëm. Dhe komplimentet gjithë familjes Myshketa për kontributin që jepni në qytetin e Durrësit dhe më gjërë. Të falenderoj shumë Bled, ti je pjesë e një familje së madhe, siç është familja jon, është realisht një fat, pasi dihet që familja nuk e zgjedh, por të bie. Dhe unë ndihem shumë fatlum dhe shumë falenderues që jam pjesë e kësaj trashëgimie, pjesë e historisë së qytetit tonë, por nga ana tjetër dhe një përgjegjësi e madhe, sepse të kesh një mbiemër është trashëgimi dhe duhet ta dërgosh përpara, se cili është sensi jon. Sensi jon është të bëjmë atë rrugtimin ton në bazë të historikut familjar, në bazë të formimit ton, dhe kjo vjen duke kaluar sfidat, sepse janë ato të cilat na forcojnë. Pra, përballjet me sfidat e jetës, aty tregojnë realisht koherencën e backgroundit familjar, se si ne përgjigjemi përballë këtyre sfidave duke vënë në kaq të parë atë çka është pjesë e brendshme e jona. Pra, në kaq të parë unë jam munduar dhe vazhdoj mundohem dhe prirem nga disa norma morale dhe disa rregulla të familjes dhe shoqërisë që i kam respektuar, besoj me koherencë dhe në ekuilibër me atë çka ndjej dhe me atë çka bëj realisht. Dhe këtë rrugtimin tim deri më sot, që unë mund ta quaj jam në gjysmën e rrugtimit tim, këto 50 hapa, siç e thash në fillim, nga feedbacku që marr, janë hapa të shëndetshme. Dhe çka do bëj? Atë trashëgimi që më kanë lënë të parët e mi, duhet t'ia përcjell unë fëmijëve të mi, me atë ndershmërinë, me atë pambarësinë dhe mbi të gjitha me lirinë e brendshme që ata duhet kenë, sepse vetëm të qenë të lirë, ata mund të jenë të aftë të shprehin realisht atë çka ndjejnë
në bazë të parimeve dhe mësimeve që marrin nga familja në radhë parë dhe përposin shoqëri, duke shërbyer dhe duke kontribuar dhe ata duke lënë një trashëgimi sa më të mirë të familjes sonë Myshketa. Dhe themi tek Joni Myshketa, Jonuz Myshketa në fletën e votimit si kandidat për deputet. Tani, unë e nisëm bashkë Joni, e nisëm me një historik të shkurt të familjes tuaj për respektin e madh që ka qyteti. Faleminderit. Por votuesit e 11 majit janë edhe 18 vjeçarët. Kështu që normalisht vetë ju nuk mund të kenë kaq informacion me familjen tuaj. Kështu kthehem tek ju, një jetëshkrim të shkurtër ju lutem, për të prezantuar për votuesit e rinj me 11 majit. Të faleminderit Blet për pyetjen që më bën dhe hapësirën që më krijon që qytetarët e Durrësit dhe target grupet e ndryshme të votuesve të më njohin. Siç e përmendët dhe ju, jam një pinjoll i familjes Myshketa. Rrugtimi im është jo vetëm politik, por në jetën sociale qytetare, është një rrugtim qytetar, gjithmonë i përballur me sfidat qoftë politike, po qoftë shoqërore, duke u angazhuar për të gjithmonë fjalën time të lirë dhe për të qenë pjesë e shoqërisë dhe historisë vendit tim. Jam prind i 2 fëmijëve të mrekullueshëm, të cilët kanë vendosur të rris këtu. Dhe dua t'i rris të ndershëm, dua që t'i bëj profesionist të aftë dhe mbi të gjitha qytetar të mirë. Kam studiuar për ekonomi financë. Aktualisht vazhdoj aktivitetin tim në sektorin financiar të shërbime financiare. Dashurinë time kam gjetur në bankat e shkollës. Pra zonjën time dhe E bukur kjo. Banka e shkollës në bankat e fakultet, po, në master. Unë kam pasur dhe një rrugtim disa vjeçar jashtë kufive të Shqipërisë, ku kam studiuar dhe punuar në Rom të Italisë. Po. Për hir të vërtetës, studimet e mia i përfundova në Shqipëri, sepse u ktheva përkohësisht në vitin 2007 nga Italia, për t'i dhënë një dorë familjes sime në lidhje me proceset e shumta administrative ka shqipronave që familja jonë kishte, por ngërçet artificiale, ndoshta të qëllimshme shumë herë të trashëguar nga politika, duhej një energji e re që ndihmonte ti mat në atë kohë. Mendoja që mund të ishte një angazhim për një periudhë relativisht të shkurtër, por e cila zgjati pafundësisht dhe duke qenë që koha kalonte dhe ajo është gjëja më e çmuar që ne kemi dhe luma që investon mirë dhe në këtë moment unë ndihem shumë mirë që po investoj një kohë të mirë me ju gjatë kësaj bisede. Pra, u detyrova që të transferoja provimet, më kishin mbetur shumë pak provime, mbarova ciklin e parë studime dhe më pas vazhdova dhe ciklin e studime master shkencor, ku njoha dhe me zonjën time. E përmendë 2 herë, kështu që nëse duket e doni fort. Është pjesa ime më e mirë. Pra, së bashku me të 2 fëmijët ne formojmë një diçka të pandar kur unë ndihem shumë i plotësuar. Kjo është e bukur. Atëherë kur ndiheni kaq i plotësuar, Joni, jeni profesionist ekonomist, si përmarrës, keni patur disa si përmarrje, antar i Këshillit Bashkiak, jeni një figurë për partinë tuaj, që quhet Koalicioni Euro-Atlantik, i rëndësishëm, jeni kaq i plotësuar. Përse tani nisni në këtë garë që është shumë e fortë? Zgjedhja 11 maj 2025, për mendimin tim, janë më të fortat që ka patur historiku i zgjedhjeve shqiptare në 34 vite. Përse, Joni? Blet, do ta përsëris edhe një herë. Pra, bisedat me ty janë, unë po drejtohem me ty për shkak të konfidencës që kemi. Jemi flasim hapur, prandaj është gjetur flasim hapur. Pikërisht për këtë. Janë shumë të këndshme sepse nuk mund t'i shmangesh lehtë eksperiencës dhe dijeve tuaja, dijes tënde. Atëherë, politika për mua në radhë parë është një trashëgimi. Unë jam rritur me historitë politike në familjen time, sepse më duhet ta theksoj që rrjedh nga 2 familje të mëdha, qoftë nga Imat Myshketa edhe nga IMM Metalla në Shijak. 2 familje që kanë qenë të përsekutuara
deri nga sistemi i kaluar. Nga familja e Timeti kemi edhe dëshmor ose emra rrugës, avokat Hysen Meshketa, ka qenë një person që ka drejtuar Durrësin kohë. Dhe një person që për shkak të bindjeve të tij ai dha dhe jetën. Familja jonë ju sekuestruan gjitha pronat në kohë, mbeti fillikat për shkak të gjithë trysnisë që pati pushteti i kohës, sepse quheshim etiketoheshim si kulak etj, pavarësisht se ishin shumë ndihmës për personat nevojë dhe duke dhënë shumë Durrësit. Nga ana tjetër gjyshim nga ana e TMM-je është burgosur për shkak të besimit të tij, për shkak të aktivitetit, i kanë hequr nga shtëpia, i kanë nxjerrë në mes të natës dhe kanë qenë internuar 15 vite në fushkruaj. Pra jam rritur me historitë e të djathtës. Dhe angazhimi në politik është që politika të jetë në shërbim të jetës së qytetit, të jetë në shërbim të qytetarëve, që çka duhet bëj politika? Politika duhet të jetë një fytyrë njerëzore. Politika nuk duhet të jetë e parritshme, politika duhet të jetë pranë njerëzve dhe të ndërtojë ato sisteme ku njerëzit të garojnë në mënyrë të ndershme në start. Pra kjo do të thotë të jesh i djathtë, që mos ketë kursi preferenciale për Jonin, Bledin apo dikë tjetër. Por Joni dhe Bledi po marrin në të dy në këtë rast, të jenë në start të dy njësoj përbara rregullave të lojës. Dhe nëse Bledi studion më fort, investon më fort, stërvitet më fort, ato orët e natës që Joni ndoshta ose dikush tjetër i bën gjumë, Bledi i bën punë, atëherë Bledi rrugtimin e tij dhe fitoren e tij e shkruan ai, nuk e shkruan nga dikush tjetër që mund t'i japë një kursi preferenciale. Dhe kjo më bën që angazhimi im në politikë të jetë i kahershëm, me një eksperiencë 18 vjeçare, dhe është dhe një thirrje brendshme Bled dhe kohët e fundit ndaj gjithë padrejësive që na ndodhin. Pra, ti themi gjërat hapur, sepse jemi tek flasim hapur. Ne sa dalim nga banesat tona, përballemi me shumë pasiguri. Pra duke filluar nga pasiguria e papastërtive, nga pasiguria e parkimeve, nga pasiguria e trafikut, nga pasiguria ushqimore, më lër të përmend pak rastin e fundit tonelata mish me salmonel. Po gjithë ky ushqim shkon në tryezat e bareve, restoranteve, mencave të shkollës ku ne kemi fëmijët tanë, në tryezat tona, dhe askush nuk mban përgjegjësi. Pasigurinë tek uji i pishëm, kur del kryeministri dhe thotë që në lagjet e qytetit ka ujë 24 orë, që është totalisht e pavërtet, dhe unë e kam përgënjeshtruar me fakte. Pra çka do të thotë? Politika duhet të jetë njerëzore, politika duhet të jetë korrekte, pavarësisht rrymave dhe kaheve që mund të ketë një anë ose një palë tjetër, por secili ka atë filozofinë e saj. Dhe debatet politike duhet të jenë konstruktive, jo debate shtert, jo debate duke e ulur nivelin e komunikimit dhe duke ofenduar personalisht. Sepse ai që është në kaun tjetër, qoftë i majt, mund të jetë një majt shumë i ndershëm, shumë profesionist, por ka qasjen e tij. A ka thelbi duhet të jetë ky që të dy palët duhet të rrisin nivelin e diskutimit, sepse nga një debat i shëndetshëm arrihet dhe jepet një shërbim i mirë qytetar. Kjo është thirrja ime për politikën dhe dua që gjërat ndryshojnë, sepse ju e thatë dhe vetë, si prind në radhë parë, si pedagog, si ekonomist, po dhe si biznesmen nga ana e biznesit, kam parë që politika ndikon drejt për drejt në jetën tonë përditshme. Atëherë, mund të marrë një qasje tjetër politika që t'i shërbej realisht qytetarëve dhe jo një herë në 4 vite. Por çdo ditë, sepse ne si njerëz, hallet, problemet i kemi të përditshme, nuk i kemi një herë në 4 vite. U zgjata, por më lër sepse e kam për zemër, ta them. Po të shikojmë, jam vetë pjesë e kësaj gare, kësaj sfide, që shikojmë rëndom që vetëm kandidat që përqafohen, puthen, me demek i qajnë hallin, deri në mërzitje duke shkuar se cili disa herë një target grupit caktuar, jo me fletushka, por para 4 viteve ku ishit. A nuk jemi në këtu që jetojmë te qytet? Prandaj politika duhet kthehet në shërbim dhe duhet vi si thirrje personale e çdo kujt, jo si një induktim ose si qëllim vetvete për profitimin. Atëherë nuk shkon gjatë. Të në skizmën e madhe që ndodhin të djatën shqiptare, Berisha dhe Basha, përse ju ndoqët Bashën? Falenderoj për pyetjen. Jo, është pyetje shumë korrekte, është shumë e drejtë, pra unë nuk i kam ndroje asnjë lloj pyetje, se nuk ka pyetje të keqe, po themi, ose përgjigjet duhet të jenë të kujdesura që të përmbajnë thelbin e gjës. Bled, siç e parashtrova edhe më parë, unë jam i djathtë. Dhe ti jesh i djathtë do të thotë bazohesh në 4 kolona kryesore. Pra në besimin Zot, në besimin pron, besimin familje dhe besimin komp. Të jesh i djathtë do të thotë që mos besosh, mos krijosh idhuj.
Mos besosh vetëm tek individ. Idhujtaria është ndaluar si në fe, ashtu dhe në filozofinë e djathtë. Pra duke qenë e djathtë, unë ndjek filozofinë e djathtë. Filozofia e djathtë çka është? Filozofia e djathtë është ajo që tham përpara, që tham pak më parë. Pra, filozofia e djathtë është ajo që hap tregjet. Është ajo që secili në start është i barabartë përpara rregullave dhe ai që punon më tepër, ai duhet fitojë më tepër. E njëjta gjë ndodhet në garën elektorale. Pra, pse me Bashën ose me koalicionin Euroatlantik? Sepse më përfaqëson. Sepse për pos retorikës politike është bashkangjitur edhe me akte politike që janë në koherencë me çka është thënë përpara, më parë. Pra çka do të thotë? Ne kemi qenë dhe mbetemi për listë hapur. E kemi trumbetuar me të madhe përpara. E kemi parashikuar dhe pazarin e 2008-s, sepse mbyllja e listave sot në 2025 është vazhdimi i një pazari dyshës Rama Berisha në 2008, kur të gjithë spektrin e interesave dhe pushtetit e përqendruan tek kryetarët, tek kryetarokracia. Atëherë ky nuk është fenomen i djathtë, sepse ne kemi një historik 45 vjeçar para 35 viteve që ishte regjimi më famkeq dhe më i egër që ndodhi në gjithë rajonin. Dhe çka bënte partia shtet kjo e majta? Bënte që përqendronte gjithë pushtetet rreth një grushti njerëz rreth kësaj partie. Pra, në aspektin ekonomik, partia e din se kur do të tregtojë çfarë, se çfarë i duhet konsumatorit dhe si do ta tregtojë. Pra, janë praktika të majta. E djathta është për lirinë e tregut dhe është për të drejtën e votës në mënyrë konkurrenciale dhe meritokratike. Pra, hapja e listave është një garë meritokrate. Si i pari në listë për nga mbiemri, ashtu dhe i fundit në listë për nga mbiemri, pra jo për nga angazhimi, jo për nga dija, jo për nga eksperjenca, por thjesht për nga mbiemri, është i motivuar njësoj. Nëse fiton mbështetjen e elektoratit, atij takon tjetër aty përfaqësues. Po nëse ju ose disa janë në listë mbyllur, nuk kanë asnjë borxh ndaj elektoratit, nuk kanë pse t'i shkojnë elektoratit afër, nuk kanë pse t'i qajnë hall elektoratit, sepse e kanë mirë me kryetarin. Atëherë çka bën kjo? Bën një praktikë të majtë. Kjo është një nga arsyet. Arsyeja tjetër, çka do të thotë pjesë djathtë? Do të thotë respektosh pavarësinë e pushteteve. Ekzekutiv, kryeministri, legjislativ, parlamenti, pushteti gjyqësor, do drejtësisë, që është pushteti gjyqësor e prokurorisë e tjerë e tjerë. Çka bëm ne? Jo vetëm me retorikë politike, mbështetje pa kusht e drejtësisë së re. Amendamente dorëzuara në kuvent. Pra, mbështetje politike, pavarësi politike, por mbi gjitha dhe mbështetje financiare. Sepse unë mund të them, po e mbështes pakun, por nga ana tjetër nuk i akordoj asnjë fond që e tjetër pavarur. Dhe kjo do të thotë, çka bën dyshja, famkeqe e marrëveshjes 2008-s, kur të vim ne do ta shkrim spakun. Pse? Sepse nuk është në sferën e interesave dhe kontrollit të tyre. Pra këto janë dy nga pikat kryesore që më përfaqësojnë dhe prandaj unë jam këtu. Unë nuk jam i lidhur pas emrave. Qoftë kryetari Basha, qoftë kushdo tjetër. Janë emra të cilët do qarkullojnë. Sepse nëse nuk ka qarkullim elitash, nëse nuk ka qarkullim figurash, atëherë do fillojë të përqendrohet dhe pushteti autokrat të bën atë që të shkëputesh nga hallet e përditshme, nga jeta reale e ne njerëzve të thjeshtë, të cilët e thashëm pak më parë, sa dalim kemi vështirësi shumëta. Kjo është qasja ime. Qasja juaj mbi politikën. Është qasja juaj individuale. Por mirë kuptojmë edhe qasjen e banorëve të thjeshtë të qarkullduesit, që e kuptojnë që politika është arti i qeverisjes, që do thotë ju duhet të vini në qeveri dhe të dini si të qeverisni. Dhe natyrshëm i shtrohet pyetja cili do banor që kryetari juaj, kryeministri potencial në këtë mbështetjen tuaj, nuk ka fituar asnjë garë politike. Të vetme garë politike që fitoi ishte kur u bë kryetari i Bashkisë së Tiranës me shumë pak vota dhe me ndihmë të koalicionit në atë rast LSI-ja më sa mbaj mend. Ka patur gjithë pozicionet, disa herë ministër, kryetar partie, kandidat për kryeministër e kështu me radhë. Pra, a do ditë qeverisë Basha nesër? Kur nuk e qenë kur fitimtar. Okej, dakor, ky është këndvështrimi juaj ose i shumë kush sepse këtë pyetje e has gjatë fushatës ime elektorale. Prandaj u bërë. Ja dhe një sqarim, njëherë për gjithmonë. Absolutisht po. Atëherë unë do doja të ndalesha në një narrativ pak shkurt, pa dashur ta lodh dhe dëgjuesin. Fushata ime është e bazuar në takimet tet-a-tet me njerëzit. Se siç tham që duke qenë pjesë e komuniteteve, duke qenë pjesë e përditshmërisë të ne njerëzve të thjeshtë që hasemi
me një mal me problemet ndaja, me një mal vështirësish artificiale, çka nuk duhet të jenë, dhe ajo që është më e dëmshme për ne është nuk gjejmë një derë hapur, nuk ka një portë hapur që realisht përgjigjet për këto halle, këto probleme që kanë. Në aspekti që ju folët, që ti Blet fole për dështimet politike të Zotit Basha, unë më përmend dhe sukseset e Zotit Basha, pavarësisht se nuk jam këtu për t'i bërë avokatin Zotit Basha. Zoti Basha ditë mbrojt vetë, nuk jam as jurist që ta bëj këtë dhe as nuk dua ta bëj këtë. Çdo kush mund ta bëjë vetëm, por unë do paraqes disa fakte reale. Në 2005 erdhi Kopi i famshëm. Dhe për mua ishte një risi shumë e mirë në atë kohë. Vetë lideri historik i Partisë Demokratike, i cili sot kërkon të monopolizojë pushtetin e opozitës, që më lejoni ta them, Partia Demokratike po i takon Berishës sot. Sepse i ka numrat, por Partia Demokratike nuk përfaqëson më djathtën. Për gjithë ato sa tha më parë, për mbylljen e listave, për lirimin për amnistinë të përndjekur nga GKK dhe SPAK, dhe shumë të tjera, mënyrën autokrate që zhvillohet pjesa në parti e tjerë. Por nga goja e këtij liderit historik trumpetonte me të madhe të gjitha sukseset e Zotit Bashës. Marrëveshjen, NATO-n, liberalizimin e vizave, rrugën e kombit, mundin që i bëri Zoti Rama në 2011, fitore në 2009, dhe atë çka thonte vetë Zoti Berisha me gojë dhe në mitingun e vitit 2013 përshëndeti në mënyrë eksplicite Zotin Basha për arritjet që kishte. Pra, ky njeri o ka pasur një background fitues në atë kohë, ose pas 9 shtatorit ndodhi një katarsis që ky zotëri doli i shitur i pengu. Pse? Pra këtu shoh një inkoherencë dhe një persistencë në këtë lloj inkoherence, sepse ky person i cili kishte arritur aq shumë sa Rama për 3 vite jetë, nëse do t'i kishte, nuk do t'i arrinte kurrë. Unë sot shoh diçka tjetër, Blet. Unë sot shoh një Bash tjetër. Shoh një Bash të cilën e kanë kundërshtuar në çdo mbledhje, në çdo forum, por në mënyrë parimore për të mirën e punës. Dhe gjatë prezantimit të tij, kur prezantoi 55 kandidatët e parë të koalicionit Euroatlantik, Joni, e keni kundërshtuar kuptimin konstruktiv? Konstruktiv, po. Dhe sërish ju jeni në listën e kandidatëve për deputet? Po, jam në listën e kandidatëve për deputet, jo sepse është Zoti Basha, por jam në listën e kandidatëve për deputet në listë të hapur, sepse ju thash që koalicioni Euroatlantik në filozofinë e saj më përfaqëson si ideat për shkak të listave të hapura, pavarësisë pushteteve dhe qëndrimit pro aleatëve tonë perëndimor, pro SBA-s, UK dhe Bashkimit Evropian. Pra, unë sot shoh një Bash tjetër, shoh një Bash të liruar nga e kaluara, shoh një Bash jo në atë ombrellën e influencës së Berishës. Shoh një Bash të liruar, të cili bashkëpunëtorët e tij po i zgjedh ai, dhe nuk po imponohen nga dikush tjetër. Dhe kjo më bën besoj që ai realisht do ta vazhdojë këtë lojë, do ta vazhdojë këtë luftë, këtë betejë, këtë sfidë përpara, dhe nëse jo do jem përsëri një nga kundërshtarët e tij ose një nga oponentët më të mëdhenj të tij, kur gjërat nuk shkojnë mirë, sepse ajo që mua më bën të jem ky që jam është liria dhe pavarësia ime personale që kam. Se që ja thash, një djathtë nuk rend pas kryetarëve, por rend pas filozofisë. Qoftë edhe Joni Mishketa, kryetari i koalicionit Euroatlantik në Durrës, nëse dështon në nismat e tij, nëse nuk respekton më filozofinë e djathtë, zotëri nderuar duhet të qarkullojnë elitët. Dhe vetëm në këtë mënyrë ndërtohet një sistem i cili është detyrimi i politikës, sistem meritokratik dhe sistem demokratik. Joni, kjo është çfarë shikoni ju për Bashën, cilët e theksua disa herë. Por, ka të shqiptarë dhe votues nesër, që shikojnë një flirt Rama-Basha. Është flirt, a është diversion për të rhequr vëmendjen nga Berisha, apo çfarë është? Kjo është shumë e pazakont në retorikën politike dhe në PR-in politik. Rama që zgjohet në mëngjes përshëndet Bashën, Basha që ngriset në mbrëmje përshëndet Ramën. Joni, çfarë është kjo, Joni? Afiniteti jo Blet është mbretëllemës. Në zgjuarsinë e ndërtimit pyetjeve, as pak ciklesme, por shumë qëndësishme. Unë do të thoja që më tepër se flirt apo diversion, unë do ta quaj në një mënyrë tjetër që kundërshtari, ai që goditet ose ai që anatemohet ose atij të jepet vëmendje, është ai kundërshtar i cili të rrezikon më tepër. Një kundërshtar që nuk e llogarit, nuk e fut fare në agjendën tënde. Pra e lë aty më njan. Dhe mendoj Zoti Basha,
Karshi zotit Rama dhe karshi politikës që jemi sot, është ai që mendon që ja rrezikon më tepër dhe mund të jetë alternativa më e mirë e së nesërmes. Dhe kjo është arsyeja sepse zoti Rama anatemon ose në një farë mënyrë bën një politikë ose ka një zhargon i cili mua nuk më shkon për shtat. Por kemi vënë re që në shumë aspekte ngjiz ajo lloj gjuhë komunikimi. Dhe unë mendoj që zoti Basha, siç e thash edhe më parë, i çliruar nga hijet e skaluarës, po tregon një fytyrë tjetër, po tregon unë po shoh sot një Bash më të liruar, një Bash që përgjigjet realisht, një Bash që kam kërkuar të jetë më luftarak, një Bash që dali përtej kornizave qytetare që unë nuk dua kur të dal jashtë etikës, por të jetë pak më tepër. Dhe këtë po e tregon sot kostumi. Të dal nga i kostumi i atij zyrtarit, klasik i gjës, po. Sepse jemi njerëz me emocione. Pra, ti je politikan, rrallë parë do të jesh njeri. Dhe këtë po bën sot ai. Dhe të drejtë do ta tregoj një sekret. I dërgoj një mesazh para disa kohësh, pas një interviste shumë të mirë në gjykimin tim, i them, "Të lutem mos ndryshon më." Të lutem. Dhe përgjigjet e tij, një përqafim, tha jonta, do shohim diçka tjetër kësaj radhe. I thash mua më ken krah. Më ken krah sepse po mbronte filozofi. Nëse do devijosh nga filozofia, unë nuk të jam më në krah. Ju kuptoj. Pra, kjo është. Dhe shoh nga ana tjetër më pas, shoh një kryeminist i cili kërkon që hallet, që situatën e krijuar për ti tash 12 vite kërkon ta banalizojë thjesht me një humor amatoresk. Pra, pyetjet që i bën zoti Rama janë pyetje shumë konkrete. Mora zotëri, a do mbaj dikush përgjegjësi për një keq qeverisje, por ke gjysmën ose më tepër se gjysmën e bashkëpunëtorëve tu, gjysmën e qeverisë e ke 313-a. Mirë, dakord të që kanë përgjegjësi personale dhe gjithë secili që shkel ligjin. Dakord që kanë hëngër kumblla, dardha e tjera, fruta, perime pas shpinës tënde. Po ju më zotëri nderuar, që jeni kryeministri i vendit tim. Pavarësisht nuk ju kanë votuar. Pavarësisht nuk më zgënjeni kurrë me politikat që bëni, sepse jeni i majt, sepse jeni natyrën që unë e kam përballë. Ju përgjegjësi politike për zgjedhjen e këtyre personave me prirje paligjshmërie, a mbani ndonjë përgjegjësi apo jo? Dhe kjo është një pyetje që s'ka marrë asnjëherë përgjigje. Dhe për këtë mua më vjen keq sepse mos harrojmë kemi numrin 2. Ish zëvendës kryeministri në arrati që deklaron dhe denoncon drejt për drejt të gjitha aferat e kësaj qeverie. Kemi bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Unë përmend edhe zotin Tahiri, një nga yjet, një kali betejës së zotit Rama në qeverinë e tij të parë. Dhe i cili ka vetëm një merit ka zoti Tahiri, përtej kanabizimit të vendit. Pra, nga beton e ktheu në gjelbërim Shqipërinë, por me kanabis. Pra, vetëm vendosin e rrivit sigurimit, vetëm te mund t'ja njoh. Pra, t'jemi korrekt. Sot rrivin e sigurimit shqiptarët e vendosin për shkak të zotit Tahirit, vetëm për të marrë mend dhe për kanabizimin, marrëdhëniet që ka pasur me grupe kriminale, atëherë nuk është më përgjegjësi personale. Për mua kjo është një frymë kolektive e cila ndiqet nga koka deri te këmbët, sepse nuk mund të lejohet një nënpunës, nëse ka një drejtues të ndershëm, korrekt dhe kërkues të lëvrojë në të lëmin e paligjshmërisë pa u vënë re. Pra, është një përgjegjësi, është një frymë kolektive dhe një përgjegjësi totalisht e kryeministrit politike për përzgjedhjen e personave me rekorde kriminale ose me prirje paligjshmërie. Zoti Mëshketa, do më lejosh dhe diçka tjetër, të lutem sepse e kam për zemër ta them. Pra, na trumbetohet sot me një slogan o me Edin ose diku tjetër. Në qoftë se kjo do jetë pasaporta për MBE, me kaq shumë kosto sa po bëhen shqiptarët, atëherë nuk e dua një të tillë. Unë dua pasaportën time shqiptare. Unë nuk dua pasaportën e BE-s që të rrezikoj dhe të sakrifikoj të ardhmen e fëmijëve të mi, sepse problemet fillojnë nga ujësjellës kanalizimi deri tek problemet e pronave, deri tek problemet e investimeve, deri tek problemet e një radhe që ne mund të marrim përpara një zyre. Pra, jetojmë në një absurditet, jetojmë në një ambient toksik që të gjithë e thithim, si i majt, si i djathtë, si i vogël, si i madh, si pasunar, si jo pasunar. Pra kjo ka emër dhe mbiemër dhe është keqeverisja 12 vjeçare antikombëtare e cila kërkon që o me Edin o MBE. Jo, nëse voton Edin, voton 313 miqtë e mi. Ky është fakti, këto janë vërtetat. Pra, karshi këtyre do të jemi gjithmonë t'i shohim sy dhe të shohim për veten tonë, për fëmijët tonë, jo për kryetarët, jo për politikën përgjithësi. Politika duhet të fillojë nga familja jonë. Zoti Mëshketa, kjo është diagnozë. Dhe jeni i vetëdijshëm që është diagnozë që ju bëni. Tani vjen tek kura, alternativa, oferta juaj qeverisëse. Koalicioni Euroatlantik
në datë 1 qershor të vitit 2024, ishte forca e parë politike, në atë kohë mbante ligjshmërinë e Partisë Demokratike. Ishte e para forcë politike e cila artikuloi dhe nxorri një program të mirë detajuar, të mirë formuar dhe një program real, jo një program dogmatik. Se sot dëgjojmë ne që do bëj rrogën minimale 500 euro, rrogën mesatare 1200 euro, etj me radhë. Ora zotëri, çfarë ju pengoi juve gjithë aktorët e politikës tashmë 30 vjeçare që mos arrini këto standarde? Çfarë ju pengoi që mos i bënit minimumin etik? Çfarë ju pengoi që mos a bënit rrogën 500 euro? Në tojse, se nuk është qeveria që cakton rrogët, është biznesi. Biznesi nuk ka nevojë për punë, biznesi ka nevojë për ligjshmëri, ka nevojë për rregulla të qarta loje. Biznesi dhe gjithë shoqëria ka nevojë që rrugtimin e saj ta ndërtojë vetë, por në bazë të ligjit. Çfarë ju pengoi juve që dilni sot një herë në 4 vite dhe trumbetoni me të madhe shifra marramendse? Dhe çka prodhuat? Nuk prodhuat kur gjë. Atëherë, Koalicioni Atlantik çfarë bëri? Bëri dhe ka një program shumë të mirë. Do të përmend disa pika. Ju lutem, prandaj ju pyeta. Dhe pikat kryesore janë dhe unë çdo gjë do ta nis nga baza e arsimit. Në qoftë një popull nuk ka arsim të mirë, nuk i jep vlerë arsimimit, atëherë një popull i cili do qëndrojë për herë në errësirë, sepse një arsim i mirë, një arsim i fortë, një arsim i cili nxjerr të gjithë burimet njerëzore që do të shërbejnë mbar vendit, atëherë do të thotë që ne jemi në rrugën e duhur. Dhe çka bëjmë ne? Çka bën Koalicioni Atlantik? Arsimi parashkollor ka një problematik shumë të madhe sot. Ne dimë që jeta është dinamike për shkak të kushteve vështirësisë, sidomos me një qeveri 12 vjeçare e cila e vështirëson jetën e qytetarëve. Çka bën? Gjithë prindrit janë punë. Rendin dita fillon shumë vrrullshëm në mëngjes. Dhe mbyllet po ashtu me pasiguri dhe vrrullshëm dhe me lodhje pasditen. Në orën 8 deri në orën 16, prindrit kryesisht janë punë. Dhe fëmijët, arsimit parashkollor, janë deri në orën 11:30, maksimumi 12 janë në shkollë. Çka bëjmë ne? Ne implementojmë një program që të krijohen klasa ku të ketë dhe mensa ushqimore, të kontrolluara me siguri maksimale, dhe fëmijët të kenë hapësirat e tyre rekreative deri në orën 16 pasditës, ku të mësojnë formacionin etikut, të mësojnë kurrikula jashtëkollor, siç është kurrikulat e vizatimit, kurrikulat e artit, dhe mbi gjitha kanë dhe supervizor në to. Përpos kësaj, investojmë në fushën e teknologjisë informacionit, ku 25.000 studentë do dalin dhe do jenë formacioni kryesor për tregun e punës, sepse kërkohen dhe mbar botën. Pra janë disa praktika të cilët reflektohen në kërkesën që ka tregu për burime njerëzore. Kemi programin e pronës, një plagë e hapur e qeverisë së Partisë Demokratike, e cila kurrë nuk u bë djathtë. Qoftë me ligjin famkeq të ndarjes së tokave të fermës, e cila e parcelizoi duke krijuar pasiguri juridike, pasiguri ekonomike dhe jo nxitëse për të qenë konkurruese me vendet e rajonit. Pra të krijon dhe një varësi totale nga burimi, nga prodhimi i jashtëm. Pra çka bëjmë për pronën? Për pronën ndiqet parimi ai që e ka egzon, por të gjithë titujt e pronësisë të ekzekutueshëm nga viti 90 deri në vitin 2013, se pas vitit 2013 nuk është dhënë asnjë vendim përpos vendimeve nepotike, qoftë dhe korruptive, të cilët janë dhënë në mënyrë shumë të errët dhe duhet hapen të gjithë ato, se nëse nuk shkruhet qartë historia, atëherë nuk do ketë, është një kom pa memorie dhe nuk do ketë kur një tardhme të shkëlqyer ose një tardhme shpresdhënëse. Pra çka bën Koalicioni Atlantik? Të gjithë titujt ekzekutiv i njeh si bono thesari. Të tregtueshme menjëherë, mund t'i lëm në kolateral, mund t'i lëm si mund të jetë marrësh kredi me to dhe të paguash një jetën 20 me vlerën e tregut. Pra është një energji e munguar në ekonominë shqiptare dhe toka aty ku është zënë kompensohet 100% me vlerën e tregut dhe jo me vlerën e zërit katastrale të vitit 46 etj. Ligji për të përndjekurit. Pra njihet statusi i të përndjekurit politik dhe nga ana ekonomike i njihet statusi ose pensioni si i ushtarakut. Në ekonomi është motori, është fuqizimi i shtresës mesme dhe i biznesit vogël. Pra taksa cesh 9%, tatim fitimi 9%, tatim vitaro 9% dhe taksa zero taksa për bizneset nga 0 deri në 14 milion lekë. Këto janë praktika djatha dhe janë praktika reale. Nuk premtojmë rroga 2.000-3.000 euro. Jo, rrogën biznesi e nxjerr vetë. I punësuar e nxjerr vetë. Është biznesi që implementon kur ka sigurinë ekonomike, kur ka barazim para ligjit dhe kur nuk ka taksidarin këtë era.
Blet, janë probleme që ne hasim për ditë. Vjen keq sepse duke qenë që jam marrë dhe vetë në biznes, biznesi ka një plagë shumë, ka një tension, ka një frikë shumë të madhe. Ka frikën e këtij kontrollit që i vjen ke dera. Po qoftë tatimet, qoftë bashkia, qoftë qeveria, tu çdo kontroll të vjen që vjen dhe të vend taks. Pra shteti nuk është partner. Tu shteti e sheh biznesin si një lopë për ta mjelur. Tu shteti e sheh biznesin si diçka për ta rrjepur. Tu ne jetojmë në një shtet gjobaxhi. Do t'ju tregoj një rast që vjen nga biznesi nga turizmi e mia. Është problemi i madh, problemi i marrjes së TVSH-s kur biznesi është kreditor te TVSH-ja. Nëse nuk paguan në dorë, nuk e merr TVSH-n. Zgjatet me kohë kjo e drejtë e munguar e tyre. Dhe nëse e merr të vjen të nesër me kontrolli tek dera. Pse e morë, kysh e morë, si e bëre dhe të vinë një gjop tjetër. Atëherë kjo është një klim pse për biznesin. Dhe një qeveri e djathtë e liron tregun dhe lën biznesin të prosperojë vetë. Zoti Mishketa, me 11 maj shqiptarët votojnë, banorët e qarkut Durrësit votojnë, me 12 maj. A do shpalleni ju deputet në Kuvendin e Republikës Shqipërisë? Deputet në Kuvendin e Republikës Shqipërisë bëhesh vetëm nga përfaqësimi dhe nga vota e ndershme e qytetarëve dursak. Thirrja ime për ju, për gjithë qytetarët dursak, për gjithë miqtë e mi, për gjithë bashkëpunëtarët e mi, është që zgjohuni dhe votoni zgjuar. Votoni për veten tuaj, votoni për familjen tuaj, votoni për të ardhmen tonë përbashkët, votoni për djemtë e Durrësit, ata që realisht ju përfaqësojnë dhe ndajnë hallet dhe problemet me ju. Unë jam njëri prej tyre. Votoni numër 4, votoni Enus Mishketën, Jonin tuaj që njihni për ditë. Kjo është thirrja ime. Të ndërtojmë një të ardhme reale, të qëndësishme së bashku. Për veten tonë, për të ardhmen tonë. Zoti Mishketa, faleminderit që ishit flasim hapur. Ne do të takofshim në episode të tjera. Me kënaqësi për ftesën e radhës dhe faleminderit shumë Blet. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, ne do të takofshim në episodin e radhës.